Për të shpëtuar një jetë, nuk duhet patjetër të jesh mjek. Ndonjëherë mjafton vetëm të njohësh disa shenja të thjeshta. Prandaj, shikoj këtë video deri në fund, sepse këtë që do ta mësosh mund të të ndihmojë të reagosh shpejt dhe të shpëtosh jetën dikujt pranë teje. Goditja në tru është një diagnozë e cila prek miliona njerëz nëpër botë. Dhe koha për të reaguar është e kufizuar. Prandaj, është e rëndësishme që ne të kemi njohuri. Së pari duhet të dim se çka është goditja në tru. Goditja në tru, apo stroke, është një gjendje ku truri ose një pjesë e trurit nuk furnizohet me gjak, gjithsesi oksigjen. Kur qelizat nuk ushqehen me oksigjen, ato pas disa minutave fillojnë të vdesin. Për të ardhur deri te kjo, ka dy shkaqe të rëndësishme. Njëri është që ena e cila e furnizon këtë pjesë të trurit bllokohet dhe gjaku më nuk mund të kalojë përgjatë kësaj ene. Dhe kjo quhet stroke ishemik. Shkaku tjetër është që ena e cila furnizon trurin të griset dhe gjaku del jashtë enës, pra nuk arrin në qelizat e trurit. Dhe kjo quhet stroke hemoragjik. Këto shkaqe çojnë në paraqitjen e disa shenjave, të cilat mund të jenë të ndryshme, edhe atë. Ky person të mos të jetë në gjendje që ta lëviz dorën ose këmbën, apo të ketë një mpirje të menjëhershme. Gjithashtu, mund të ketë edhe një bllokim i njërës anë të fytyrës. Dhe kur e shikon nga larg, e vren se nuk e ka simetrinë e fytyrës. Ai lëviz vetëm njërën anë. Dhe prandaj ju duhet të kërkoni nga ky person që ta lëviz dorën, këmbën, ose edhe të t'ju jap një buzëqeshje, që ju të mund të dalloni se a është gjithçka në rregull me muskulaturën e tij. Shenjat e tjera të cilat mund të paraqiten janë probleme me të folurit. Këto pacient nuk janë në gjendje të shqiptojnë fjalët, disa herë nuk kuptojnë se çka ju themi, disa herë shqiptojnë fjalët, por rënditjen e fjalëve e kanë të gabuar. Nëse vëreni diçka të tillë, kërkoni nga këto pacient që të përsërisin disa fjalë. Shenja tjera mund të jenë edhe probleme me shikimin. Ndodh që shikimi të jetë i turbullt ose i dyfisht dhe disa herë të ketë edhe humbje e shikimit, pra një pjesë e fushës së pamjes. Dhe kjo mund të ndodhë papritur. Marrmendja jo çdo herë është një shenjë e stroke-ut, por shpesh herë mund të jetë edhe pjesë e tij. Prandaj, marrmendja nuk duhet të neglizhohet. Nëse paraqitet një marrmendje e papritur, një marrmendje e cila vazhdon të jetë edhe në gjendje të qetë ose kur ne nuk lëvizim, është një sinjal i rëndësishëm. Kjo kur është e shoqëruar me vjellje ose me kokëdhimbje, atëherë vetëm është një shenjë e cila duhet të merret seriozisht. Kokëdhimbjet, të cilët paraqiten menjëherë, janë të forta, nuk i njohim nga më parë, ose ju bashkangjitet një vjellje ose humbje vetdije, janë një shenjë për një gjakderdhje të trurit. Një test i cili përdoret shumë për të njohur këto shenja është i ashtuquajturi FAST, ku për gjuhës angleze, F-ja ose face ka të bëjë me fytyrën. Pra, shohim dhe njohim se a është fytyra simetrike ose ka një çrregullim i njërës anë. Pastaj A-ja, si arm ose dora, duhet të kërkojmë nga pacienti ta lëviz dorën, këmbën dhe a ka mpyrje në atë ekstremitet. S-ja për speech ose të folurit, kërkojmë nga personi
t'i përsëris fjalët, të flas me ne, dhe tëja si time ka të bëjë me kohën, që ne të reagojmë në kohë. Time is the brain. Koha është tru. Nëse njëra nga këto shenja paraqitet, ju duhet me njëherë të drejtoheni drejt urgjencës. Sa më shpejt të reagohet, aq më të mëdha janë shanset për të rikuperuar, për të kthehen simptomat në një gjendje normale. Shpërndani këtë video që të munden edhe të afërmit tuaj ose shoqënia të njohin një stroke, të reagojnë në kohë dhe të shpëtojnë jetë. Faleminderit për vëmendje.